Më 27 nëntor të vitit 1912, qytetarët dhe patriotët e Lushnjës ngritën flamurin dhe shpallën pavarësinë duke e treguar mëvetësinë e tyre. Dhe sot, 113 vite më pas, në mënyrë simbolike, ne ngrem flamurin për t'i treguar mirënjohje të gjithë atyre patriotëve që kontribuan në identitetin kombëtar të Lushnjës, por edhe të gjithë Shqipërisë. Më lejoni që të uroj të gjithë qytetarët e Lushnjës gëzuar festën e flamurit. Sot është një ditë e veçantë për Lushnjën, është 113 vjetori i ngritjes së flamurit në qytetin e Lushnjës. Mirënjohje për gjithë familjet lushnjare që 113 vjet më parë bën të mundur që të shpallej pavarësia edhe në Lushnjë, ku më pas delegatët e Lushnjës u bashkuan në datën 28 në Vlorë. Mirënjohje për gjithë popullin lushnjar, për gjithë sakrificat e tij për shpalljen e pavarësisë. Bëni në një gjë që kanë hequr